OSHE e Shkodër ka ndërmarrë një sër masash për të garantuar furnizim të qëndrueshëm dhe pa ndërprerje me energji elektrike gjatë festave të fundvitit. Struktura teknike janë angazhuar në monitorim të vazhdueshëm të rrjetit dhe janë në gatishmëri të plotë për ndërhyrje të menjëhershme në rast avarish. Sipas drejtorit të OSHE e Shkodër Armand Xhuka, janë të disponueshëm baza materiale dhe transformator rezerv për zëvendësimin e pajisjeve që mund të dëmtohen nga mbi ngarkesa, sipas zonave që mbulojnë. Ne kemi plan masash të qartë dhe të publikuar, ku vëm dispozicion të gjithë grupet operative në teren sipas zonave që ata operojnë dhe mbulojnë. Janë të gjitha mjetet tona të pajisura me bazë materiale për të bërë defektet të kohë sa më të shpejt të mundshme nëse ato do të ndodhin. Kemi disa transformator në gatishmëri sepse ndodh her pas here që nga mbi ngarkesat e festave digjet e transformatori. E marrë masa që dhe ta i kemi gati në dispozicion që nëse do kemi në një rast të tillë të bëjmë zënësimin e transformatorit në kohë sa më shpejt jetë e mundur. Gjithashtu ai apelon të abonentët për përdorim të kujdesshëm të energjisë elektrike, duke shmangur mbi ngarkesat dhe abuzimet që mund të shkaktojnë problemet në rrjet. I vetmi apel nga ana ime është që mos abuzojmë me energjinë elektrike, sepse energjia elektrike është një mall i cili blihet dhe shitet. Sipas OSHE-s janë forcuar grupet e shërbimit 24 orë në terren, ndërsa është kryer kontroll dhe mirëmbajtje e linjave dhe nën stacioneve kryesore për të shmangur problematika gjatë ditëve me ngarkesë të shtuar të konsumit.